Ky është një nga momentet kyçe në kuadër të përgatitjeve zgjedhore dhe shënon afrimin drejt fazave përfundimtare të këtij procesi dhe afrimin e ditës së zgjedhjeve. Prej 2 javësh, KQZ-ja ka qenë angazhuar në mënyrë intensive në planifikimin dhe zbatimin e aktiviteteve të nevojshme për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme. Pas këtij aktiviteti, KQZ-ja do të vijojë me hapat e radhës përfshirë miratimin e dizajnit të përmbajtjes së fletë votimeve, si dhe përgatitjet për fillimin e procesit të votimit në postë për qytetarët tanë që jetojnë jashtë Kosovës. Po ashtu, ky moment u hap rrugën për subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre që pas disa ditësh të fillojnë fushatën zgjedhore sipas afateve të përcaktuara. Në këtë fazë të rëndësishme, dua të ftoj të gjitha subjektet politike dhe kandidatët që angazhimin e tyre ta zhvillojnë në frym të bashkëpunimit, respektit dhe përkushtimit ndaj rregullave dhe ligjeve zgjedhore.